Bëjmë një supë tani, supë vjeshte? Direkt? Një supë vjeshte me kungull. Shumë shpejt, me kungull. Të verdh. Për baza e çdo kungullit, e çdo supë është patata dhe qepa. Gjë që janë si produkte. I tregojmë pak produktet së bashku. Ju duhet kungulli i verdh, të cilin e përdorim jo vetëm për gatime, por këto ditët e Halloweenit, këto ditët e vjeshtës, bashkë me gjethe të verdha të vjeshtës, kungull sheg, portokaj, limona, i japin vërtet ngjyra të ngrohta shtëpisë, kështu që i përdorim jo vetëm për supra për gatime, por edhe për të na ngrohur shpirtin dhe për të na sjellë më afër, më bukur me vjeshtën. Ndërkohë, në ekran, supë me kungull të verdh, lexojmë bashkë produktet. Një kungull mesatar 800 gram të verdh, një qep mesatare, një karot, një patate, 2 thelpinj hudhër, 2 lug vaj ulliri dhe 1 lug gjalp, 1 litër lëng perimesh ose ujë të ngrohtë, gjysmë filxhani pana ose qumësht, krip piper i zi dhe pak armyshk sa për ta cekur prekur pak shijen. Që tjetë sa më e kollajt. Shtoj pataten. E kam të prerë në disa kubik. Pra, ose ju i shtoni, ose i bëni në rende. Pra, po i bëjmë gati që tani dhe pastaj i zjem direkt në copëza të vogla. Piperin. Mora dhe unë një kungull, po nuk e ndaja dot në shtëpi që është i madha e prandaj. I fortë për kështu ishte, po e pa mundur të ndaj. Ai që i fortë ishte. Direkt. Pra, ose i zini, e zjeni kungullin bashk me pataten. Normalisht, kungull duhet më shumë sepse është supë kungulli. I shtoj. Ngjyrën e pastë, si të pikturuar. Pak ujë. Prandaj, dhe i lash paksa në fund, sepse nuk ka nevojë. Ne duam gjithmonë në kuzhinë kërkojmë ekzekutimin. Ja. E shtoj. Mbi zotëron, normalisht kungulli. Shtoj pak mas ujë këtu. Sikurse dhe masën e qepës, erzat si të duam ne, armoskati, vendosin trumz. Këllun, edhe shije gjingjeri nëse duam pastaj. Gjingjeri është që jep akoma dhe më fuqishëm, për ne të mëdhenj të shumë mirë, tek fëmijët e vegjël nuk e vendosin, pra është gjithmonë sipas dëshirës të themi. Një bluarje të mirë, shumë të mirë. Do thoni ju, tani u qetësova. Sepse bashkë me flasim gjithmonë, pa doreza. Tani u qetësova sepse kishte hallën e minutave. Kishte hallën e minutave. Por, ndjeve. Kungull të humbë të fara, ku shkoj më del për para. Por jo, këtë radhë, jo shikoja. Ta dishti sa vlera kanë ato farat e kungullit. Shumë. Ta dishti se për çfarë shërbejnë ato. Te kjo supa, shumë mirë. Farat, mua më duhen që të jenë, kur themi të tiganisura paksa. Deri aty erdhi djegja e qepës. Ja. Çaj qepë të fortë pas ke zgjedhur. E ka fajin kopshtari. Djegjesh. Nga do gjesyt në dojgje. Asgjë nuk më duhet nga këto. Shtoj dhe masën tjetër të kripës. Po, panën dhe arën myshk në fund fare, pasi të ketë zjerë. I largova. Në fund fare, këtu unë kam të panën e gatimit. Pra kjo është mënyra më e shkurtër dhe më e thjeshtë e përgatitjes së një supe, e cila duhet të jetë patjetër në tryezat tona të vjeshtë. Kemi kungujt, kemi patatet, karotat, qepën, baza litse e çdo supe. Ne ta lëmë të zjejë për 10-15 minuta, aq, shumë kollaj. Sepse është kaluar e gjitha, është kaluar në përgatitet shumë shpejt. Kjo ishte për t'ja rikujtuar, për t'ja risjell në vëmendje që mos harroni ta përgatisni supën me kungullin e verdh, ndërkohë bashkë do të shikojmë pak 2 recetat e tjera.
Mund ta largojmë pak letrën e aluminit, bana si thua. Po. Që ta sjell aty tek tryeza. Megjithse i duhet si çdo gatim do kohën e vet. Thjesht e largova pak letrën që të marrin pak ngjyrë edhe perimet. Pra, perimet, supa edhe byreçkat janë këto recetat që zgjodhëm të sillnim për ju në ditën e sotme. Përgatitini sot, nesër, kur të keni ju mundësi. Me siguri që tryezat tuaja janë shumë të bukura dhe të shëndetshme në ditën e sotme. Na u fik pak. Shtoj panën, s'ka problem. Unë do të shtoj panën këtu, gjysma e panës shkon në gatim dhe gjysma tjetër është sipër në shërbim. Pra duhet edhe ftohta sepse jep një shije të veçantë. I vendos kapakun. Fluskon tamam siç bën ndonjëherë barku. Gur. Duhet t'i japim lëvizjet e duhura, më ndiqni pas pak do të jem me Sidorelën për të treguar disa lëvizje që duhet t'ia bëjmë barkut në shtëpi, mos ndiem atë rëndesën. Tensionin e brendshëm. Një lidhje drejt për drejt. Ma kjo që ka tensioni i brendshëm, nuk është nga... Ajo fryra që na vjen nga stresi, nga tensioni i mendova për brendshëm, dhe jo nga kequshqyrja. Ajo është tjetër gjë pastaj, do dhe mjekime të tjera. Të lumshin duart, Faleminderit. të bukur, ne shihemi pas fleshit informativ, ju pres.